Mirdita. Goditja e fundit ndaj grupit Dritan Gjika, Eldi Dizdari, Shpëtim Alia, ka çuar në konfiskimin e një mori asetësh dhe kompanish, kryesisht në fushën e ndërtimit dhe turizmit, që përdoreshin për pastrimin e parave të drogës. Në krye të pastrimit të parave qëndronte Isa Aliu, vllau i Salvadorit, Shpëtimit, figura qendrore që furnizonte grupin Dizdari Gjika përgjegjës për trafikimin e 50 ton kokain vetëm për gjatë vitit 2020-2021. Por, ju tani do njihi me Habin e re të narkoshtetit të Edi Ramës. Në pronat e sekuestruara, mes tjerash bie në sy edhe sekuestroja, që i bëhet pronave të një ndërtimi që po zhvillohej në zonën e Vunoj. E keni parasysh Vunoj ju. Nuk është gjë surrele çfarë është Vunoj. Ose të themi fshati i Edvinit dhe Dajkoleks. Mos e harroni pak këtë. Të gjitha të drejtat reale për pasuritë e paluajshme që përfitohen nga subjekti Seaview Development dhe Aliu Roadhouse nëpërmjet aktit notarial kryerje punimesh, ndërtimin e hotelit Zigzag. Ky hotel quhet Zigzag, me 5 yje dhe mbi 200 dhoma në Jal, Himar, për të cilin shoqëria Narval në grup SHPK ka marrë përsi për bashkë finansimin në masën 40% dhe nxjerrjen e lejës së ndërtimit nga AZT-ja. Thuhet në njoftimin që ka bërë Spaku për këtë hotel. Nga hulumtimet tona, rezulton se Seaview Development Group është bi e kompanisë Aliu Roadhouse dhe ka aplikuar për leje ndërtimi në AZT në 29 prill të këtij viti dhe ishte i 44-ti në listën e diskutimeve. Leje ndërtimi për objektin Hotel Iber Rostar Resort me 5 yje, me 1, 2, 3 dhe 4 kate mbi tokë dhe me 1 gjerë 5 kate nën tokë, me vendodhje në Jal, Bashkia Himar, me objekt zhvillues shoqërinë Seaview Development SHPK. Po ajo që bie në sy është fakti se toka, se këtu fillon habia, toka që Isa Alia i ka blerë në breg të detit në Jal, është me çmime jashtëzakonisht të ulta qesharake. Këtë tokë në zonën kadastrale me një sipërfaqe prej 15.000 m2, Isa Aliu e ka blerë me vetëm 6 milion lek të reja, ose me kursin e kohës e ka blerë gjithsejt me 53.000 apo 54.000 euro.
i bie 3-4 euro metri katror. Dëgjoni tani. Përkatësisht, pasuria me numër 3614, 4400 metër katror, zona kadastrale 3824, është blerë me 1.760.000 lekë. Pasuria numër 3, 615, 4200 metër, zona kadastrale 3824, është blerë me 1.680.000 lekë. Pasuria numër 3, 616, 6400 metër, zonë kadastrale 3824, është blerë me 2.560.000 lekë. Pra, si që shikoni, janë gjithsejt 15.000 metër katror tokë të blera për vetëm 400 lekë metri katror, apo 3.2 euro metri katror. Shqipeni, toka është blerë me 3.2 euro. Habia, nga dokumentat rezulton se prona ishte blokuar nga ASHK-ja për munges dokumentacioni si raporti vlerësimit dhe kontratat e shitjes. Dhe për rreth 3 vite që nga blerja rezulton e tillë. Për t'ja u thjeshtuar pak që në fillim, se nuk mund t'imagjinoni. Toka nuk ka shic. Po, toka nuk ka shic. Nuk ka, unë e kuptoj, se ju thoni si ka mundësi. Në rubrikën e kolonel Buendias të Garcia Marquesit funksionon vetëm fantazia. Pra kjo është e vërteta. Toka nuk ka shic. Kjo është shteti i Edi Ramës, i narkoshteti i Edi Ramës. Pra, por Isa Aliu është kujtuar të çojë një kërkesë në ASHK për heqjen e kufizimeve në fund të vitit 24. Pristi. Pra, ASHK-ja e ka blokuar sepse s'ka shic. Dhe këte Isa Aliu, alias Isa Rama, e kërkon pas 2 vitës apo 3 vitës, në fani sa ishte, kërkon heqjen e kufizimeve në fund të vitit 2024. Ndërkohë, i ndjeri Artan Lame u shkarkue në mars të vitit 2023 vetëm 5 ditë pasi publikojnë në Klan News hartën e tokave të Vunoj. Hartën e vërtet të tokave të Vunoj. Kjo tërboj kreun e Meduzës, pronarin fiktiv falso Edi Rama, dhe shkarkoj. Pse publikoj hartën? Armand, tani kërkoj pak një mend tënde t'ja u shpjegosh. Këtu është të punoj, ne këmë bërë publike që në vitin e kaluar në
që pretendohet ndodhet këtu. Hoteli Zigzag është aty. Ngjitur me këtë, po ta vini re mirë, është prona 3 fraksion 613. Ndërkohë, bloku i pronave ku do ngrihet hoteli është 3 fraksion 614, 3 fraksion 615 dhe 3 fraksion 616. Pa janë 3 bloqe pronash që bëjnë 15.000 m2, që i përkasin jo këtyre numrave që janë deklaruar në certifikat pronësie, po këti numrit këtu. 3 fraksion 552, e cila, si mas, tyre është lënë tokë publike. Pa pronar. Pa pronar. Pra, informacionet tona është që Rama i ka tokën këtu. Vetë, të lutem Erison, nxirë pak statusin e Ramës. Vetë, do më thënë, ka folur për majnë e kolegave. Ja ku është Gryka. Kthej edhe Irke Harta. Kolegat që janë asnjë lidhje me kolegën e tij. Dhe maja kolegave është këtu. Pra, është në të njëjtën zonë, në të njëjtën parcel, në cilën ata kanë përfituar tokën. Dhe thotë, më vendimi thotë, bishti i vishës së vogël. Bishti i vishës së vogël i bie këtu. Po deri këtu, nga këtu. Deri këtu, është e kap bashkia Himar. Pastaj këtej vazhdon njësia administrative vëna. Pra, e shifni, Artan Lame publikon në Klan News, i cili unë edhe më para, ja u kam bërë me ti, ka meritën se nuk e regjistroj kush tokën e pretenduar nga Edi Rama, nga Olsi Rama, nga Endjera, mama e ti Aneta Koleka, dhe nga pasarësit e Spiro Koleks, mbasi gjinësi i tyre i provur me dokumenta, ishte një varfrit të madhe dhe kishin gjithsejt 7 dhe një gomar. Ishte Spiro Koleka tjetër, i cili ishte ministër, ka qenë ministër në qeverinë e Sulejman Delvins, janë në kuptimin e fisit, janë i njëjti fis, por nuk janë Dega e Petros dhe Spiros e Dirams, janë fis tjetër. Edhe këtu do të dalem pak më vonë. Tek kjo çështja e ku. Pra, toka është publike. Sipas hartës që ka publikuar, toka e hotelit Zigzag është publike. Nuk është private. Pasi publikoj këtë hartë, Edi Rama e shkarkoj me tërbim. Vazhdo me kutje. Kthehet prapë të hoteli, se ajo është hoteli duhet ta shohin se si ndërtohet parajsa. Shite. Fantazia e tij. Pra, për 3 vite, Isa Aliu, bashkë me noterin, nuk e kanë ditur se për regjistrimin në ASHK duhet kontrata e shitblerjes. Nuk ka. Dhe raporti vlerësimit. Por pozicioni ku është bler toka le shumë për të dyshuar. Disa gjëra që janë sigurta janë fakti se toka ndodhet në kufi me tokën e pretenduar nga Edi Rama. Tokën e pretenduar nga Edi Rama. Ndërsa dyshimi fort mbetet se kjo tokë është brenda kufive për të cilën Edi Rama, Endjera Aneta Rama dhe Olsi Rama pretendojnë, bashkë me gjinësin kolegat tjerë. Po me ata kur vjedhin toka e ndajnë me njëri tjetër pasaj. Ne nuk kemi mundur të gjejmë shitësit. Nuk ekzistojnë.
as mënyrën se si e kanë përfituar shitësit këtë tokë. Është rasti I parë në histori, kur ka blerës pa shitës. Se ky Aliu, ose është nga Kavaja, ose nga Elbasani. Ky këm njeriu të vetin vunon nuk ka. E kuptoni? Çfarë ndodh në shtetin e mafjes? Në certifikat në regjistrimit zëri kadastral është shënuar pemtore. Pristi, është shënuar pemtore. Në një vend që ka pasur absolutisht vetëm shkurre në vjekeq, ja, shqipen. A mund të imagjinoni ju tani, shikoni, është 5 shkurre, se e kam dhe foto tjetër, po jo e të në Google. Është 5 shkurre. Tani, nga na dolen bache, këtu ku do ka shkurre. Dhe dihet që ai që ka bë projekt, ai ka për shkurre. Pemtore. Na duhet pemtore, tani ta quajmë, po. Pra, në rast se nuk do ishte shënuar e tillë, çdo lloj forme përfitimi, qoftë me AMTP, qoftë me trashëgimi, do ishte pamundur të posedohej, pasi në vuno janë ndarë me ligjin 7501 vetëm ullishtet. Ndërsa për pronat e tjera që janë në proces gjyqësor, ose nuk kanë mundur të provojnë procesinë, pasi kullotat nuk kanë qenë në pronësi të askujt. Tani, duhet jemi pak të vërtet. Kullotat nuk kanë qenë komunale. Në ligjin e perandorisë, toka, ajri dhe deti I përkishtin perandorit. Ai I jipte ato me lizing për mirëqenjen e qytetarëve. Kjo është e vërteta absolute e perandorisë otomane. Në kuadrin e saj, sigurisht në shkallën e një autonomie të themi, si thot Stavros Kendi, I pavdekshëm në studimet e tij për Republikat e Alpeve, në zonat e Alpeve, si që thot ishin si po thuj si Republika Autonome. Kishte një treg, megjithëse perandori ushtronte edhe aty pushtetin, por kishte ca lehtësira, një treg toke dhe pastaj pjesa tjetër ishte gjithçka e perandorit. Po, komunale, kullotat komunale, hajdi në Alpe ju të qoj, nga të gjitha bjeshkt janë vetëm 2-3 individuale, të gjitha tjerat janë komunale. Sepse perandori kishte përcaktuar komunale. Që të hymë në të vërtetat si që janë. Dhe janë do të thot në përdorim. Do të thot janë në përdorim. Me 9 shtator të vitit 2024, famozi Isa Aliu, që tani po merr rreze diellin Dubai pasi është njoftuar tiki, me vendim të asambles, ku është I vetmi, nuk ka tjetër në asamble, vetë shkop, vetë zot, vetë shkop. Vendos t'i kaloj asetet e kompanisë MØM, Aliu Roadhouse RH, kompanisë B, Seaview Development, të krijuar vetëm 2 muaj më parë, me 15 tetor, të 3 parcelat, 3 fraksion 614, 3 fraksion 615, 3 fraksion 616, të zonës kadastrale 3824 vuno, ja kalon kompanisë B. Por aty vjet rese,
prona ka qenë e bllokuar, ose kishte kufizim pronën nga ASHK-ja me datën të vendosur me datën 21/7/2022, me pretendimin se nuk ka dërguar pranë këtij institucioni raportin e vlerësimit. Nga ana e ARH-s, pra Alia House, Road House, i kërkohet ASHK-s në dhjetor të vitit të heqë kufizimet e pronës pasi nuk ka qenë njoftuar nga noteri se për regjistrimin apo rivlerësimin janë nevojitur raporti i rivlerësimit dhe certifikata e pronësisë, mashtrime të mirëfillta. Bashkëngjitur shkresës dorëzohet dhe raporti i vlerësimit për 3 pronat dhe certifikatat e pronësisë. Dëgjoni tani. Por duket se edhe këtu ka mangësi që të bëjnë të dyshosh shumë. E para, sepse raporti i vlerësimit shprehet se kërkesa është bërë nga ARH-ja Aliu House Road ose pronari Isa Aliu në vitin 2021. Dhe vlerësimet kanë dhe vlerësuesi ka mbritur në Vuno me datën 12 shtator, ku ka vlerësuar se kjo tokë në pronësi të Isa Aliu nga Elbasani, apo ARH-s kishte një vlerë nga 3 deri në 1.000 lekë dhe për këtë janë pyetur pronar për rreth. Dëgjoni tash. Çfarë falsitetesh? Por dhe në këtë raport ka diçka që nuk shkon. Kjo sepse në momentin që është bërë vlerësimi një toke të ndarë në 3 parcela ngjitur, Aliu nuk kishte firmosur kontratën e blerjes. Dëgjoni pra, këta shkojnë bërë vlerësim toke pa blerje. Pa blerje. Pa kontratë. Ajo që i nisi këta, shteti që i nisi këta, nuk kishte kontratën e blerjes nga Aliu. Dhe natyrisht, zero pretendime se ky ishte pronari i tokës, pa kontratë blerjes. Raporti mban datën e përpilimit 15 shtator 2021, ndërsa kontrata e këshit blerjes me numër 2603 fraksion 1084 mban datën e firmosjes, një javë mrapa, 23 shtator 2021, pra u bë vlerësimi pa kontratë këshit blerje. Në praktik, vlerësimin e kërkon shitësi, po shitësi është anonim, sepse shitësi është kreu i meduzës. Dhe jo blerësi, kurse në këtë rast, vlerësimin e kërkon blerësi. Dhe dyta, s'mund t'jetë pronar një individ që ende s'ka firmosur kontratën e shitblerjes, pra Isa Aliu nuk mund t'jetë pronar. Mëtej, bashkëngjitur janë dhe 3 certifikata pronësie të lëshuar nga kadastra e Vlorës me datën 28/12/23, të cilat janë firmosur elektronikisht nga famozja e Partisë Socialiste Ina Luçi. Ina Luçi, mos gabohem, është gjithashtu akraba, po do ta verifikoj, e hakmarrjes për drejtësi. Më duket, po tani do ta bëj një check-up. Dhe në qoftë se nuk është, do t'u informoj se më kujtohen sa udhëtime që bënte me Gjonajn, Olsi Ramen, me atë, si quaja vajza tjetër, me radhë, po më duket se kjo është, po do ta verifikoj, nuk mund të them. Por dhe këto toka, edhe këtu, toka cilësohet pemtore, shikoj çfarë pemtorje, pse pemtore tani? Pse pemtore? Sepse udhishtet u ndan
me 7.501. Dhe për ta bërë këte të ndashme me 7.501, shpallin pyllin ullishte. Ja shifeni sa ullishte është. Që të shkone atje dhe të gërmoni, ju garantoj se 1 metër në thellësis do të gjeni një kokër ulli. Një farë ulliri, një bërtham ulliri së mund gjeni aty. Nga ana tjetër, ASHK Vlorë duket se në lëshimin e certifikatës së pronësisë nuk ka plotësuar një tjetër detyrim ligjor, duke qenë se certifikata është lëshuar nga sistemi elektronik dhe firmosur prej vetë drejtoreshës Ina Famoze, duhet të shoqërojë dhe me kartelën e pronësisë, e cila përmban të dhënat e pasurisë, të dhënat e titullit të pasurisë, të dhënat e regjistrimit paraprak, të drejtat reale, kufizimet e tjera të pronësisë, si dhe informacionet të tjera të pronës. Ky dokument, në certifikatë e lëshuar nga sistemi, nuk ekziston. Pra, ekziston vetëm certifikata dhe një hartë topografike që nuk thot asgjë. Kartela ose kartelat e pronësisë do lëshoheshin vetëm 5 muaj më vonë, me datën 16/5/2024, me firmën e drejtorit të sektorit Odises Seferaj. Por sërish, nga ajo që vihet re, është fakti se në këto kartela nuk është pasqyruar emri i shitësit. A mund të imagjinoni një shtet që ka kartela pronësie të blera, por shitësin e ka eterik, e ka anonim. Së kryeministri, ky është gjithçka. Nuk është pasqyruar mënyra e përfitimit të pronës me amatër apo vendim gjykate. Pra, të gjitha ata që duhet të përmbajnë një kartel, të gjitha ato që duhet të përmbajnë një kartel pronësie, me të cilat më pas bëhet regjistrimi, kartela nuk i ka. Të 3 kartelat e pronësisë janë identike. Pra jepen të dhanat e pasurisë, numri kontratës, të cilave u ndryshon vetëm numri fundor, data të treja me datën 23/9/21 dhe data e regjistrimit në të njëjtën ditë 21/7/22. Pra ditën që është bërë dhe kufizimi i pronës që famozi Isa Aliu nuk e dinte. Por mungojnë 3 seksionet e rëndësishme, si të dhënat e regjistrimit paraprak, pra në emër të kujt ka qenë regjistruar me parë prona, dhe si është përfituar, të drejtat reale dhe çdo përshkrim tjetër i pronës. Ky shteti piramid i falsifikimit. Shikoni ku ndërton hotelet Dirama, si ndërton hotelet. Pra, çfarë ka qenë në kohën e kooperativave nuk thuhet, çfarë është shtruar nuk thuhet, kujt i është dhënë nuk thuhet, dhe se po flasim për pemtore apo jo, nuk thuhen më. Hartat e publikuara nga Artan Lame dhe ne i kemi marrë ato në kronikën televizive të datës 4 mars 2023 në Klan News u japin provojnë qartë për falsitetin e këtyre dokumentave. Vetëm 5 ditë pas publikimit të tyre, i ndjeri Artan Lame shkarkohet nga detyra me firmë të vetë Edi Ramës. I pamshirë. Nga hulumtimi që kemi bërë këtyre dokumentave, shohim se prona ku do zhvilloj resorti i Isa dhe Shpëtim Aliut, Salvador Aliu e ka këtu, nuk ishte regjistruar ende si parcel kadastrale. Madje në numrat e parcelave, madje as numrat e parcelave e parcelës nuk kanë ekzistuar.
kemi identifikuar parcelen me numër 613, që është ngjitur me parcelen kadastrale ku do ndërtohet resorti 3, 587 në kufi me këtë pronë dhe disa të tjera që janë të paqarta, por pikrisht 3 prona në një sipërfaqe 17.000 metra katror kanë qenë të pa identifikuara ende. Prona në fjalë është inkorporuar brenda parcelës 3552, që është disa qindra hektar, por që duket qartasi që janë kullota. Në këtë pronë e inkorporuar ka qenë edhe ajo për të cilën pretendon Edi Rama. E ndjera Aneta Koleka, mamaja e tij, vllau i tij Olsi Rama, si pasuri në vendin e quajtur Maja e Kolegëve. Edhe njëherë, Maja e Kolegëve ka të bëj me krahun tjetër të kolegëve. Ai ka qenë ministër, ai ka qenë zyrtar i lartë në Perëndori. Ata kanë qenë deg e fisit Koleka, por ofiqar të lartë në Perëndori, dhe pas shembjes Perëndorisë, ai është ministër që ka udhëhequr shqiptarët në luftën e Vlorës, është një figurë e ndritur e historisë kombëtare dhe absolutisht nuk është kur e Spiros, Petros dhe këtyre që kishin gjithsej 7 dhi dhe 1 gomar dhe jetonin në varfëri të plotë. Pra, si të shihni, deri në momentin që Lame ka qenë në këtë detyrë, nuk ka pranuar kur të regjistroj apo identifikoj as pronën e Aliajve, as të Ramajve. Jo, e ka bërë këtaj. Por pse ne dyshojmë se shitësi i kësaj prone ose është ndonjë prestonom, ose është i afërt ose është vllau i kryeministrit. Për këtë do të rikthehemi vendit të hartave ku Rama dhe fisi Koleka pretendojnë se janë pronar të 224.000 metër katror të pamshirë. Kanë fut aty dhe kanë njohur në GPS. Pasuria në vendin e quajtur Bishti i Vishës së vogël e zotit Petro dhe Spiro Koleka, një sipërfaqe për është tjetër kjo, 1.7 hektar, prona ndodhet në pjesën fundore të fshatit Vuno, me këto kufizime, kisha, rruga automobilistike, përroj, prona ndodhet mbi rrugën nacionale Vlorë-Himar, brenda kufive të kësaj prone nuk ka ndërtime dhe godina apo pronësi të tjera, gjendja juridike e pronës është e papërcaktuar, pasi është zonë e pa menaxhuar nga ana topografike, zëri kadastral është kullot dhe s'ka asnjë lidhje me kolekte e Edi Ramës. Kjo pjesë ndodhet në bashkinë e Himarës dhe njësia administrative Vuno, ndodhet në bashkinë e Himarës dhe njësinë administrative në Vuno. Bishti fundor i saj shtrihet pikërisht Buzdetit, ndërsa Himara sipas sistemit ASIG ka kryesisht pjesën shkëmbore të saj. Toka s'ka kufizime me pronar dhe përshkrimi i saj nga specialistët që kanë hartuar verifikimin le shumë për dëshuar. Me ato koordinata që jep ajo mund të ishte kudo. Ja kanë fut kot pra, kot. Edhe toka ku mendoj se ndërtohej resorti është pikrisht në vendin fundor dhe Buzdetit të saj, që specialistë të dërguar nga gjykata e kanë quajtur Bishti i Vishës. E dyta, do duhet një forcë shumë e madhe që në shkeljet hapur të ligjit, një tokë shkëmbore ku me zyrritën shkurët detare të regjistrohej si pemtore. Kjo sepse kullotat në fshatin Vuno kanë qenë të përbashkëta dhe nuk janë përfituar as me AMTP, as me ligjin 7501, por as me trashëgimi. Kryesisht janë ndarë ullishtet, ka përfituar në një trashëgimtar
ku të partë e ti kanë përdorur tokën buz plazheve për gjueti, peshku apo kontraband në kohën e hershme, por kullotat jo. Ndryrimi i destinacionit ka qenë një argument për të marrë këtë tokë në mënyrë të paligjshme. 3. Nga sa shohim bëhet fjalë për një sipërfaqe 15.000 metër katror në blok e ndarë në 3 parcela. Parcela e tokës që pretendon Rama me fisin e tij është 1.7 hektar në blok apo 17.000 metër. Parcelat janë koordinuar në mënyrë të tillë që të dalin fiks 15.000 metër. Është një hajdut i pamshirë. 4. Ndërtesa do ishte hotel për 30.000 metër katror. Kaloj edhe jetë hotel, sa jo, atë do të majnë në mësita. Hoteli hajdute. Ndërtesa do ishte hotel për 30.000 metër katror dhe kërkon infrastrukturë, të cilën vetëm shteti mund t'jap garanci se mund ta çojë deri atje. Vendi është pa rrugë, projekti kërkon që të ketë furnizim të mirë me ujë, energji elektrike dhe kalon shifrën $5 milion që kërkon për investimin strategjik, se ka investim strategjik vetën e tij Edi Rama. Dhe Edi Rama këtu është shpall vetën investitor strategjik. Sipas informacioneve që kemi marrë nga tereni, Olsi Rama është omniprezent, është i gjithë pranishëm, sidomos në aksin Livadh-Jal. Dhe asgjë nuk bëhet në atë vend pa miratimin e tij. Jo më të vinte një individ, Aliu, nga Kavaja apo nga Elbasani, dhe të blinte 15.000 metër katror tokë fqi me të që ai pretendon dhe ai apo vëllezrit e Rams, krahu i tij t'i marrë dhe të mos ketë djeni. Në kartelat e pasurisë fshihen nga hipoteka shitësit. Kemi një fenomen këtu. Kalojmë pak tek dosja e Arubës. Altin Dumani fsheh qeveritarët në mënyrën më kriminale. Prania e qeveritarëve në Aruba është dëshmia më flagrante e narkoshtetit shqiptar. Por duke qenë se aty përmendet Olsi Rama dhe Angela Gaci, duke qenë se në Bruksel, në dosjen e Brukselit, përmendet ora 600.000 euro e atyre që ishin në Aruba për Edi Ramën, mercenar Dumani trajton dosjen si hetim privat për të mbrojtur padronin e tij. E njëjta gjë ndodh këtu. Në botë, herë e parë që unë lexoj në të gjithë jetën time, në dokumenta zyrtare apo në romane, se blihet i cop tokë pa u ditë pronari, duke u fsheh pronari. Por fshehja flet shumë herë më tepër për autorsinë, për pronësinë, për pronarin e vërtet. Shtatë. Artan Lame, ashtu si në rastin e tokës së fisit Koleka, nuk ka pranuar ta regjistrojë. I ndjeri Artan Lame. Kjo është bërë mundur vetëm pas ikjes së tij, sipas dokumentave. Madje me vendim të ASHK-s Vlorë, prona është bllokuar në korrik të vitit 2022. Gjithashtu, këtu mbeten vetëm gjithashtu. Sërish, pavarësisht të tjera është një gjë është e ditur.
të gjithë duke filluar nga Edi Rama, vllai i tij, organet qendrore dhe lokale, kanë qenë në djeni se kush po kërkonte të blinte toka në Vuno dhe kush kishte qëllim për ta zhvilluar atë. Isa Aliu nuk është pronar në Vuno, den babaden, siç thot ai, siç thoshtë po. Ashtu siç mundohej ta paraqiste Edi Rama dhe Artur Shehu në Zvërnec, i cili na nxjerr dokument të vitit 1380. Nuk ka mashtrim më të madh i them Artur Shehu atje ku është. E para në atë kohë nuk ka pas sundim otoman. Po dhe në qofë se do kishte sundim otoman, dhe në qofë se vërtet ajo familje ka ruajtur mbi emrin 700 vite, ajo ka qenë përdorim. Ka qenë në ligjin e Prendorit. Ka qenë në ligjin e Prendorit. Toka ipet me toka, ajri, deti, ujë janë pronë e Prendorit. Ju ipen shtetasve me lizin për mirëqenje, për të rritur mirëqenje. Ky tani në nxjerr dokumentin e vitit 1300 shkon paguam në një shtythua apo, e cila pastaj thot në gjykatë se se kjo fjala mund të jetë kujdesje, mund të jetë në kujdesje, mund të jetë kështu, mund të jetë ashtu, thotë. Urdhoni piramidë mashtrimi. Kjo aferë, tani, të gjitha këto, spaku do jetoj apo s'do jetoj, do ta shohim. Po unë i bëra publike pikërisht në emër të interesit publik. Thuhet se këta liajt kanë lidhje dhe me ballën, nuk kam ndonjë dokument, po ajo që është e vërtet dhe unë do vi herë tjetër këtu para jush për të paraqitur mashtrimet e Ardit Bidos, i cili pasi kreu si Pons Pilati, porosite e Edi Rama si zbatoj kur Artan Lame, u bë deputet dhe tani ka një dosje të madhe në SPAK dhe e garantoj që kur kjo aferë pas e ruë nuk do mbete. Unë për tjetër do sjell para ju të gjitha çfarë ka bërë ai kur drejtonte arkivin e shtetit. Këto ishte pak i zgjatur materiali, por ishte ngjarja që ishte një ngjarje që as në letërsinë fantastike të Amerikës Latine, të shkrimtarëve të mëdhenj, absolutisht nuk e gjen. Nuk e gjen. Nuk gjen tek Markesi, tek Borgesi apo tek tjerë. Blerje Pasic. A gjali ku? Gjithë në Shqipëri. Faleminderit. Kisha dje në parlament, socialistët votuan amnistinë penale me 84 vota. Një projekt ligj që në fakt kërkonte shumicë të cilësuar, por Partia Socialiste nuk e kishte çfarë detyroi të shtynte votimin dhe detyroi edhe kreun e qeverisë Edi Rama të shkonte pas shumë kohësh në kuvend, në kushtet e mungesës së Belinda Ballukut dhe Mariana Koçekut. Si e shihni situatën brenda Partisë Socialiste dhe në zërat që qarkullojnë për një flet arresti ndaj ish-zëvendës kryeministres? Faleminderit. Flet arresti për? Ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluk. Tani, amnistia është një e drejtë kushtetuese e parlamentit, e cila duhet të ushtrohet jashtë çdo abuziviteti. Edi Rama ka shtruar amnistin në një rit të përvitshëm, me të cilin ai shumë fishon
kriminalitetin me të cilin godet rënd drejtësin, amnistit bën kur çdo vit, bën periodike, gjatë periudhës që kemi qenë në pushtet, ne kemi votuar amnisti në 100 vjetorin e pavarësisë së vendit dhe 75 vjetorin e shërimit të vendit. Këto kanë qenë amnisti. Spari. Pra ne nuk jemi kur dakord me një proces të përvitshëm. Së dyti, sa për djeni, ata sollën amandamentin, por natyrisht se ka përdinë më kur, me të cilin donin të nërprisin proceset gjyqësore. Gjë e cila kishte të qartë Lubi Ballukun e të tjerë. Ne atë nuk e pranojmë kur. Së treti, specialist tanë, ekspert tanë, parlamentar tanë, edhe specialist shumë të mirë të fushës, konstatuan se ligji që kanë hartuar këta i detyron shumicën e atyre që gjoja përfitojnë të kalojnë nga gjykata e apelit. Kjo, për qëllime të mrapshta shumë, e bën amnistin, ne ishte pika e parë që ne nuk kemi për amnistisë të përvitshme, jo nuk kemi. Po kjo e bën amnistin, e shton në një proces gjoba universale për ata të cilët janë të dënuar. Dhe ne, kjo ishte arsyeja, ne kemi votuar një herë me ta, dhe ata në pabesi të plot, morën dhe futën edhe njerëz të cilët ishin të dënuar për korrupsion e tjerë në radhë. Na edhe ne vendosëm që nuk e votojmë atë ligj. Nuk e votojmë. Kjo është. Absolutisht Edi Rama me këtë ka votuar në favor të krimit, në favor të mbështetjes fuqishme të krimit. Çdo thot ajo. Çdo vit smetet gjë për ta heqim drejtësinë fare, të bëjmë me këshilla popullore që futu i vite, kjo është marzikë, nuk e bën asnjë shtet në botë, asnjë shtet serioz. Po ky është shtet. Qëndrim për faktin që dje protesta e qytetarëve u zhvendos para selisë së Partisë Demokratike, a gjykoni se ka një përpjekje për të sulmuar dhe defaktorizuar Partinë Demokratike? Tani, a ishte një akt, një provokacion i vogël, por ne kemi thënë, dhe unë prapë u them demokratëve, se gjethet, degzat, nuk duhet na pengojnë të shohim trungun madhështor të kësaj proteste rinore qytetare. Natyrisht, thirrjet, përpjekja për të krahasuar Ramën me Berishën, janë që të gjitha lidhen me opozitën e opozitës, vegël e qeverisë. Janë dhe disa individë, grupeve të vogla të paguara nga armiku i përjetshëm i Saliberis, George Soros dhe fondacioni i tij. Kështu që thirrja ime për demokratët është të marrin pjesë masivisht në këtë protestë, të mos harrojnë se ata janë fibra më fuqishme opozitare e vendit. Ata qëndruan dhe qëndrojnë si opozite pamposhtur dhe kanë dalë pas zgjedhjeve.
kanë bërë punë të jashtëzakonshme për të faktuar botës mungesën e legjimitetit e Edi Ramës dhe të mandatit tij të katërt, dhe ja kanë dalë. Në 8 protestat mëdha kombëtare kanë kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe qeveri teknike për zgjedhje të lira të ndershme. Mos harrojnë, çdo demokrat nuk duhet harrojnë, se protesta aktuale për faqësues të saj kanë 5 kërkesa, të cilat nuk ka antar simpatizant apo mbështetës i Partisë Demokratike që nuk i firmos. Kanë largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, kanë anullimin e ligjeve të mbrojtjes mjedisit, të zonave të mbrojtura dhe korporatës së investimeve strategjike, kundër të cilëve Partia Demokratike ka luftuar me vendosmërinë më të madhe në komisione parlamentare, në parlament dhe në gjykatë. Pra, edhe njëherë, demokrat krenar për qëndrimet si të pamposhtur, mbështeteni me të gjithë forcën tuaj këtë protest jashtë çdo konotacioni partjak, mbasi është pavarësisht se opozita e opozitës vegël e qeverisë përpiqet ta përvetësoj, po s'përvetëson dot kurrë, as me 1 megafon, as me 5 megafona, absolutisht jo. Janë, e kam thënë, janë, ta përsëris prapë deri ditron, janë si ajo miza që i ngjitet kalit apo bullit dhe kujton se po tërheq karrocën. Kjo nuk duhet pengoj demokratët pa një mbështetje të fuqishme, pa gjerë në triumfin e plot të kësaj lëvizje rinore qytetare. Faleminderit. Tani, këto t'ja u kaloni pak hotelin dhe cila që tjetra, jo, janë një sëri dokumentash. Janë dhe një 2 tjera, do t'i them zyrë shtypit t'ja u përcjell, se janë shumë interesante, ku duket vendi që ullishtja, ku të shifri ullishtë një aty, dhe falsifikimet tjera. Jo, kjo janë, është tjetër, po është tjetër.